Situata në lindjen e mesme është prej vitesh e ndezur dhe protokollet u imponojnë rregulla për siguri të shtuar ndaj personelit diplomatik. Diçka e tillë ka ndodhur me ambasadën e Katarit në Tiranë. Në fillim të nëntorit 2025, një defekt në automjetin me të cilin lëvizte ambasadori ngriti shqetësim të madh në radhët e stafit. Mercedesi me targa diplomatike pëson defekt në rrugë. Nga verifikimi teknik, rezultoi se në vajin e automjetit ishte hedhur një lëndë që ngjante me sheqer. Episodi ngriti nivelin e sigurisë dhe nxiti një hetim administrativ, si edhe një hetim penal nga Prokuroria e Tiranës. Hetimet kanë arritur në konkluzionin se nuk bëi fjalë për ndonjë veprim subzërsiv, por për një konflikt banal ndërmjet shoferëve të ambasadës së Katarit. Prokuroria dyshon se shoferi ka dëmtuar mjetin me sheqer, me qëllim që makina të prishej. Prokuroria kërkoi arrestimin e tij, duke argumentuar se veprimi ka cënuar jetën dhe shëndetin e ambasadorit. Megjithatë, gjykata është treguar më e butë, duke caktuar masën e detyrimit për paraqitje. Në 6 nëntor 2025, shoferi i ambasadorit pëson një defekt në aksin Tiranë-Elbasan. Automjeti dërgohet për riparim dhe konstatohet se në vajin e motorit gjendej një lëndë huaj, që ka bllokuar funksionin e tij. Ekspertët arritën në konkluzionin se lënda ishte sheqer. Të dhënat hetimore tregojnë se mes shoferëve ka pasur debat për rritje pagash dhe mosmarrveshje. Prokuroria dyshon se shoferi ka dëmtuar mjetin me sheqer, me qëllim që makina të prishej. Prokuroria kërkoi arrestimin e tij, duke argumentuar se veprimi ka cënuar jetën dhe shëndetin e ambasadorit. Megjithatë, gjykata vendosi të mos pranojë kërkesën për arrest, ndërsa në apel u caktua masa detyrim për paraqitje. Kërkesa për shfuqizimin e masës u refuzua dhe u la në fuqi edhe nga gjykata e apelit.